Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë Tedi Blushi ka publikuar një dokument të prokurorisë së posaçme për të cilën pretendon se rrezon akuzat ndaj presidentit të Partisë së Lirisë Ilir Meta për lobimin në SBA. Blushi publikoi dokumentin zyrtar të SPAK, i cili konfirmon se akuzat për një pagesë për $1 milion për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një foto me ish presidentin Donald Trump janë rrëzuar. Tani më, zyrtarisht ka rënë plotësisht poshtë si e pavërtet dhe e fabrikuar çdo dyshim dhe akuzë politike e ngritur për gjoja një pagesë të paligjshme të supozuar të zotit Meta apo ish LSI për $1 milion për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një foto me presidentin Trump, që më pas u reduktua në akuzën për rreth $100.000 të paligjshme në momentin e arrestimit dhe që në fakt rezulton vetëm një pagesë e lishme prej $15.000 për McKeon Group të deklaruar sipas ligjit shqiptar dhe atij amerikan. Më tej, Blushi shtoi se kjo është një fitore e madhe për transparencën dhe drejtësinë, duke theksuar se që prej fillimit këto akuza janë fabrikim dhe pashtrim për qëllime politike. Blushi akuzoi qeverinë dhe SPAK-un për përdorim të drejtësisë si mjet presioni politik dhe garantoi se Partia e Lirisë do të vazhdojë betejën për të mbrojtur integritetin e presidentit të saj.